që e keni me ta qëndrimi juaj? Nuk kemi ndonjë komunikim tani. Kom folë shumë shpesh për nismen edhe për limajn, gati që nuk kom motiv se kom folë në shumë studio. Më duhet më thonë që vendimi i limajt për me hap portën aqheret, për me elshu garden, i ka bo dom opozitës. Ajo që ne e dim është që kem bo garë, kem garu bashkë në zgjedhje, me naracionin e pastër edhe me bindjet plot, që Kurti është dom i madh për Kosovën. Edhe ka qenë e pabesueshme me njëherë, do të thonë javën e parë me ndruat mendje, është puna e tij, do të thonë e kemi thonë disa herë, gati sa pe kom mërzi ato me e komentu çka ka bo, nëse i kanë numrat e bujnë. Do të thonë puna e marë. Edhe le t'i bojnë bre se edhe ajo është zgjidhje. Po nuk është zgjidhje partia që ka dalë me numrin më të madh deputetëve në Kosovë, me ju thonë gjitha partive tjera ose kështu është ose s'bën. Normal që dhe tjerat kanë me i thonë, okej, qashtu s'bën. Të paktën aleanca, me sa muj me u kujtu deri tash, aleanca është e para që e ka thonë një zgjidhje të pastër, e ka qel një derë, edhe ka thonë ndroje kandidatin, madje kem përmend edhe Glau Konjufcën, ndroje kandidatin edhe mundet me ndodhë që me ndrim kandidatit edhe kanë me qenë votat e gatshme për kryetar kuvendi, e dijim që në bazë të vendimit pa lidhje, vendimit keq gjykatës kushtetuese të vitit 2014, kjo është situata, po duhem me ju nënështru kësaj situate, edhe i nënështromi. Por, një prej provizioneve më të rëndësishme kushtetuese në Kosovë, në demokracinë tonë është që deputeti nuk i nënshtrohet asnjë lloj detyrimi. Asnjë lloj detyrimi. Nuk thot përpos, po asnjë. Nuk është ai as detyrimi nëse gjykata kushtetuese thot duhesh me najt aty. As gjykata kushtetuese nuk mundet me detyru deputetin me votu kështu ose ashtu, madje nuk mundet me detyru as me najt në sallë. Po ka pra dhe instanca tjera ku ti nëse s'merr pjesën në votim të shkruhet abstenim edhe hecim tutje, nuk e di pse ka nevojë kaq të shkruhet kjo punë. Ne kemi kompliku jetën shumë me disa vendime, kryesisht me vendime të gjykatës kushtetuese të kalumen, na kanë kompliku jetën kot. Fillimisht. Prinë në sallë, pse ke nevojë me ngrit dorën për vendimi që nuk konzumohet vota për president, shembull ta marrim. Nëse nuk janë 80 persona në sallë, e ka pru Kosovën një situatë në cilën kur nuk kemi me mujt me zgjedh president pa pas trauma. Në të kalumen e kemë zgjedh. A i ka qenë vendim seriozisht i gabum. Seriozisht i gabum. Vendimi tjetër që e bën e paraqet një ekskluzivitet pa afate kohore, vendimin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, është një gabim tjetër. Kanë ndodhur gabime në interpretime. Amo tashti, gabim edhe më i madh është mos me i respektu ato vendime. Duhet me provu me i ndru në të ardhmen. Nëse kemë me pas mundësi, nëse kemë me pas rrethana, duhet me i sqaru këto çështje në mënyrë ligjore, prapë në mënyrë ligjore dhe kushtetuese, jo me shkel kushtetutën, por duhet me thonë, nuk po mujmë me thonë që kanë qenë vendime për të cilat unë atëherë kom qenë deputet dhe atëherë kom folë. Kanë me na sjellë në situata tepër problematike. Sidoqoftë këtu jemi, unë po besoj që është sjellje e papërgjegjshme, s'ka shumë oportuniste, pa pikën e konsideratës për të ardhmen e Kosovës, kjo që është të e bo lëvizjeve të vendosje. Nuk dojnë me ndru kandidatën, dojnë me shty kohën sa ma shumë që tjetë e mundshme, disa spekulime janë se dëshirojnë me i sjellë zgjedhjet nacionale dhe lokale në njëjtën kohë, nuk besoj që kanë me mujt, po një spekulim është ky, ka dhe spekulime tjera, që ndoshta nuk dojnë me pas zgjedhje fare deri në pranverë, nuk e di, amo kjo sjellje kësaj pa kur far konsiderate, që është puro për interesa politike të Albin Kurtit edhe të vetëvendosjes, pa kur far konsiderate për çka do tjetër në Kosovë, me të vërtetë është e dhëmshme. Nuk kam besu kur që kemë më rrinë këtë situatë. Kur? Zbën mi në nëshmu ka njëherë me nëj kreativitetin destruktiv që në kuvend kemi po gjithë shka. Po, dy gjëra janë interesant në këto që thatë. Isha nëllë të që kjo që pëthu një spekulim i pari, zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet nacionale. Jëmë ka dëgjoj të madhe të vogël të folë për këtë punë. PDK-ja thotë zgjedhje shkojmë kur dëni Belememli Krasniqi ka qenë edhe ma i qartë ka dhonë një datë në qershor që i bjen mas
3 javë, 2 javë teknikisht. S'mujmë më shku në qershor, ka përfundu, qershori ka përfundu, tash qershori ka shku. Sakt. Po, ju më ka flasë të çështja e deklaratave, edhe tjerë thojnë, okej, shkojmë kur doni përfshi edhe bashkë me zgjedhje lokale. Po, problemi është qysh shkojmë në zgjedhje lokale dhe zgjedhje të përgjithshme, se nyja është prapë të kuvendi. Atëherë është dashme e pas propa dyrëve të mbyllën një marrëveshje me vendos dikon kryt kuvendit, me pas mirë besim të partive nërmje veti, që si ta votoni kryesin, keni mi shkarkut njëjtën kryesi, me karikaturizu institucionin derin në skaj edhe mandej me shku në zgjedhje. E vërteta është që kish me qenë shumë keq nëse një gjë e tillë ndodh, a ka varianta për me ndodh? Ka, nuk janë të lehta, janë të zërshme, po unë besoj që duhet me tregu që ka varianta që shkohet në zgjedhjet njëjta, duhet me qenë presidentja në unison me zotin Kurti,